Jam Leonard Hagji, jam Dupsak, kam imigruar në moshën 18 vjeç, kam shkuar në Itali. Kam ndetur në Venecia 30 vjet, kam punuar 27 si shef kuzhine. Tani ka një vit jam kthyer në Shqipëri, sepse dëshira ime ishte gjithmonë të ktheha në vendin tim. Kam hapur një restorant këtu në Volga, Durrës, restorant Pampas. Mendova se nuk doja dilje, po Shqipëria më dha shumë oportunitet, ka shumë potencial, vetëm do të kesh besim ke vetja jote, se çdo gjë arrihet. Unë i bëj thirrje të gjithë bashkëdhëtarëve të mi që janë, me eksperiencat e tyre që kanë për botë, që kurdo, sido që të vinë rrethana të kthehen në Shqipëri, Shqipëria ka potenciale dhe të jep perspektiva të reja. Mjaft të kesh besim vetvete.